marketing dhe do të flasim tashmë për një temë goxha të ndjeshme, kur bëhet fjalë për sistemin arsimor dhe sigurisht edhe për fëmijët në veçanti. Ka 2 ditë që prindërit e nxënësve po protestojnë lidhur me atë se ata nuk dëshirojnë që të ndrohet shkolla e nxënësve të tyre nga Asim Vokshi, pra janë sjellë në Zenel Hajdin. Dhe për këtë po ankohen dhe po thonë që nuk është fare e dur dhe jo e udhës, si themi ne. Por për këtë do të na sjellë edhe më shumë detaje kolegja ime Arlinda Hoti, e cila është atje dhe do të na sjellë detajet live nga vendi i ngjarjes. Arlinda, mirëmëngjesi dhe kënaqësi realisht me qenë kështu tash jo në regji, po tash me qenë live me bashkëbisedu me ty. Kënaqësia është edhe ime Arta, përshëndetje për gjithë shikuesit e Kanal 10. Po lajmërohem këtu para shkollës Zenel Hajdini në Kodrën e Trimave, siç edhe e paralajmërove ti, këtu është pritur të mbahet një protestë nga prindërit e nxënësve të shkollës Asim Vokshi fillimisht, të cilët janë transformuar në shkollën Zenel Hajdini këtu në Kodrën e Trimave për të mbajtur mësim tërditor. Pra, ndërsa prindërit po ankohen sepse nuk po ju pëlqen infrastruktura deri këtu, po ankohen se është larg nga shtëpitë e tyre, nga lokacioni se ku fëmijët jetojnë pra, dhe po ashtu po ankohen edhe për shkollën në përgjithësi, sepse sipas tyre shkolla nuk është e gatshme për mësim tërditor, për shkakun se mungon kuzhina dhe shumë pajisje të tjera të cilat e mundsojnë që pra të zhvillohet mësim tërditor për nxënësit nga cikli fillor, nga klasa e parë deri në klasën e 5. Këtu para shkollës është paralajmëruar që të ketë një turn të madhe të prindërve, bëhet fjalë pra për 220 nxënës të cilët i kanë sjellur këtu në shkollën Zenel Hajdini, pra pa pëlqimin e prindërve. Këtë vendim e ka marrë drejtoria e arsimit në komunën e Prishtinës. Këtu gjenden edhe njësitë e policisë së Kosovës, të cilët kanë ardhur dhe sipas prindërve të cilët më lajmëruan sapo erdha këtu, më thanë që nuk do të mbahet protesta dhe sipas tyre shkaku është që me një farë mënyrë janë kërcënuar nga ana e policisë të Kosovës. Nuk e di nëse mund ta konfirmoj në këtë mënyrë, por kam edhe një mesazh nga grupi i cilin e kanë bërë prindërit për ta planifikuar protesten. Edhe nëse mund Arta, nëse mundem ta lexoj mesazhin përmes të cilit janë njoftuar prindërit se protesta anulohet për sot, nga frika se ai që vjen dhe proteston mund të arrestohet. A më lejohet nga ana juaj? Po, Arlinda, po dëgjojmë, sepse po i shohim edhe forcat e policisë që po dëgjojmë, gjithë vëmendjen e kemi tek te. Derisa ta kem Artën, po ju shoqëroj me pamjet para shkollës, pra procesi duket se po vazhdon normalisht, nxënësit po vazhdojnë mësimin. Arlinda, nëse po më dëgjon? Tash po. Po, Arlinda, gjithë jemi kështu me vesh e sy nga ti për dëgjuar, sepse po i shohim edhe forcat e policisë aty, kështu që po dëgjojmë tutje, lutem. Po. Kur erdhëm pa atë numër më të madh të policisë Kosovës para shkollës, për arsye se tashmë edhe po konfirmohen dhe po dihen, në grupin e prindërve thuhet se kërkojnë falje për koherentin, por desha të ju lajmëroj që nesër nuk do të ketë protesta, për arsye se policia na ka lajmëruar që do të ketë arrestime nëse bëhet protestë pa lajmërimin e tyre. Së paku 72 orë më parë, do thotë kanë kërkuar që të lajmërohen 72 orë më parë se do të ketë protestë. Edhe do me thanë, prindërit kanë vendosur se përfundimisht nuk do të ketë protestë dhe mësimi do të mbahet në mënyrë të rregullt. Ashtu edhe siç po ndodh, tashmë nxënësit po futen në shkollë dhe protesta nuk po mbahet. Vlen ta theksoj Arta se një protestë e tillë ka ndodhur edhe ditën e djeshme. Ne kemi qenë këtu kur disa prindër janë mbledhur dhe kanë bërë kërkesa ndaj drejtorisë së shkollës. Fillimisht kanë mbajtur një mbledhje me drejtoreshën e kësaj shkolle dhe sa po ka dalë nga shkolla nuk kanë pranuar të flasin, se sigurisht janë dakorduar që
mos të dihet për media, ani pse ne morëm vesh arsyet që quan deri te ky kundërshtimi prindërve, po ashtu kemi informacione se edhe dje është mbajt një mbledhje mes prindërve për çështjen e njëjtë dhe mbledhja ka vazhdu deri në orët e vona. Arlinda? Po shoh disa nga prindrit që edhe dje kanë qenë këtu dhe desha të afrohem te njëra me cilën do flasim për arsye pse ka ndodhur kështu dhe çka pritet në vazhdim. Përshëndetje. Përshëndetje. Ç'a ndodhi? Pse vendosët kështu që ta lini protestën e cila edhe dje u mbajt dhe u paralajmëruar që do të ketë edhe sot? Po, na jemi Këshillit Prindërve të shkollës Asim Vokshi. Na fillimisht e kemi paraqit një kërkesë me një peticion nga 200 personave të prindërve që janë konë të gjithë një mendimit që me bëni kërkesë që Drejtoria e Arsimit në shërtu se na jemi të kërku mi kthy fëmijët tonë shkollën Asim Vokshi. Jo për arsye që janë dalë për media, për shkaqe politike që janë mundu me politizu këtë çështje. Na nuk kemi pas dëvoj as me do kushte që ata i kanë cek, kërkesa jo nuk konë. Fëmijët tonë ndihen pasigurt në këtë rrugë, në këtë komunikacion, kanë më kalu rrugën kryesore atje. Nuk ka premtuar qëndrimi tërditor, nuk jam plotësu kushtet për arsye që ata i din për buxhete ato shka kanë qenë. Nuk jemi kundër procesit mësimit tërditor, që kanë cek që na jemi kundër mësimit tërditor, na jemi kundër pasigurisë fëmijëve tonë që na rrezikohen çdo ditë në këtë komunikacion. Që kjo konë kërkesa jonë kryesore, tu i pasua dhe tjera atë kushtet që s'jom plotësu. Edhe kështu që sot kemi vendosur masi që nuk kemi pas kohë me paralajmëru protestë 72 orë përpara, e kemi anulu protestën. Për këtë arsye, jo që jemi tërheq për mendimeve tona. Po qa do bëni matutje nëse sërish kërkesat e juja e refuzohen me qenë se ky vendim ka ardhur prej Drejtorisë së Arsimit? Po na do të vazhdojmë me pëmgullje, ta shohim, shpresoj se jemi një shtet demokratik dhe kërkesat në mënyrë demokratike vlejmë. Ta shohim çka na ofrojnë më tutje. A mund ta përshkruash për shikuesit tanë se sa e vështirë është rruga e fëmisë tanë deri këtu fillimisht? Shumë është, ne dinë ata që çfarë komunikacioni, fëmijë duhet me hecë nëpër vijën e bardhë, atje është rruga kryesore. Duhet me kapërcy rrugën kryesore për me ardhur kthejt. Ne është rruga shumë ngushtë. Na nuk kemi dalë këtu për me bë fushat, nuk kemi dalë me përkra, as me dëmtu kërkan. Na thjesht jemi dalë si prind zhgënjyn që nihem për fëmijët tonë pasigurt. A dhe ju kësha lut krejt dhe mos me politizu. Në atë mënyrë që po mendohet, jo ka mungu kjo, nuk jemi ardhna në protest për një kuzhrim. Nuk kemi dalë në protest për një san thjesht sigurinë e fëmijëve, e para që më kryesorja për neve. Na nuk kemi kundër shtetit tonë. Na jemi pro fëmijëve tonë, sigurisë tonë që kemi drejtë edhe me ligj. Edhe kështu që njerëzit për shoh që edhe në media, edhe pi politikanëve po keq përdoret. Dhe shta kanë parasysh se është pyetje siguria e fëmijëve. Po pse ka ndodhur tash? A jeni paralajmëruar para fillimit të procesit mësimor? Fillimisht na kemi prit që ka mësim tërditor. O lajmëru një herë, ma se kanë thonë që jo, se su konë shkolla e gatshme. Me qenë se prej fillimit, na Asim Vokshit nuk kemi qenë pajtimit për shkaqet sigurisë me ardhë këtu. Nuk kemi qenë pajtimit për këto. Po, na nuk kemi konë të informun për neve, të paktën shkollës Asim Vokshi, asë një takim nuk u mojtë me na informu për rrethana që shkojnë. Edhe për që ata jemi revoltu, se na shta ky proces ka mujtë mu parandalu pak ma heret, nëse na kishim diskutu, kishim fol me prind, si sharë puna te këto. Po si do që tjetë, kjo është proces, na nuk kundërshtojmë procesin, qofsa është për krejt shkollat, po neve më na kriju kushtet. Qëllimi jonë ka qenë mu këthyn shkollën Asim Vokshi, atje le të bëhet qëndrimi tërditor. Nuk kemi kundër qëndrimi tërditor që shpo flitet nëpër media. Një sqarim edhe për shikuesit. Nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 i kanë sjell nga Asim Vokshi në Zenel Hajdin. Po nxënësit cilët kanë qenë këtu i kanë transformuar atje? No, atje, po. Ndërsa prindërit e këtyre nxënësve a kanë dalë kundër këtij vendimi? Nuk kemi kontakt me ta, nuk e dim se siç e përfshin media dy shkollat, nuk është e vërtetë që dy shkollat, këta kanë çështjen e tyre atonën, na kemi protestu Asim Vokshi. Për fëmijët ne 5 mi kthy në shkollën tonë. Me gjetë një zgjidhje, për shkak që janë të vegjël edhe është pa siguri. Çka ka qenë arsyeja. Ndërsa shkolla Asim Vokshi plotson këto kushtet? Na mendojmë se po. Mendojmë që po. Normal që duhet hala me investu aty me rregullu, po na mendojmë që për numrin nxënësave që ka pas shkolla jonë, i kish plotsu kushtet. Ka pas pak paralele, pak nxënësa, edhe na e shohim ashtu që mundet me plotsu kushtet.
shkolla. Përveç kësaj proteste, ndonjë kërkesë, ndonjë ankesë të DK-ja? Na fillimisht e kemi bën një ankesë zyrtare me rreth 200 nënshkrime të prindve. Kemi prit përgjigje, kemi qenë takim, na kanë pritën takim, po na kemi shprehë edhe në revoltën tonë me protestë. Ta shohim tash çka ndodh me tutje. Presim edhe reagimet atëna, ndetet të ardhme. Po ky procesi i qëndrimit të fëmijëve të ditor në këtë shkollë, a ka fillu tashmë apo funksionon? Jo, nuk ka fillu enda. Nuk ka fillu. Sa kohë po qëndrojmë fëmijët apo si zakonisht? Si zakonisht. Si zakonisht, është pak e vështirë edhe për neve, se për shembull kush i ka 2-3 fëmijë duhet njonin më herët në orë me marrë, njonin më vonë. Patjetër duhet më konë njëri prind prezant, se komunikacioni peshinit qysh është. Vile ku t'jom kushtet madhësia atmosferike, kur vjeshi ose diçka është shumë ma problem. Duhet baraz me kere, duhet me pritë në rrugë edhe na me fëmijë. Se le mo fëmija vetëm. Plus autobusat që qarkullojnë këto. Nuk është rrugë, e thjesht rrugic, që nuk është shumë e frekuentule që ku me kalu këto. Po transport për fëmijët kanë premtu? Transport jo, zyrtarisht jo, na jemi mundu na prind me siguru transport, po për rreth 200 nxënës, sa janë shkollës asin vogshi, nuk mundet kërkush me ta siguru transportin. Asnjë privat kështu po mendoj. I bin disa fëmijë në transport, po janë pyetje rreth 200 sa fëmijë. Atëherë duhet të bëj kolona e kombive këtu për transport. Faleminderit shumë për kohën. Kreti kanë mundësit një pru fëmijët në transport, jemi të qartë atë, se tash e din farë rrethona kemi kështu si tërsi, si komunitet. është e kushtueshme. Plus se është distanca shumë e lartë e disa familjeve, janë në rrugica në e lartë ka Varrezat. Është distancë shumë e lartë, e patjetër duhet me bëni zgjidhje për fëmijëre. Me qenë se ka dhe prind tjerë këtu, kisha dash shkurtimisht nga ju lutem, një kërkesë drejt DK-s. Kërkesa është me kthyer shkollën që kanë qenë, sepse ajo është shumë e madhe. Këto është klasa tepër e vogël, shumë është hapësirë e vogël për fëmijë, por me mbajt mësim veç tash që do mbajt një në paralele, se le mo tërditor. Atje ka pas mundësi shumë, është distanca shumë e madhe, vim prej Varreza, prej Nalt, atje ka policia, shumë rrugë duhet me kalu fëmija, do më thonë pa prind është e pa mundshme mi pru. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Pra Arta, ka që informacione kishim këtu nga shkolla Zenel Hajdini, me pamje të kamermanit tanë, po ju la dhe dëgjohemi gjatë ditës, si dihet ka zhvillime shumë dhe do shihemi sot përmes ekranit bashkë. Po, Arlinda, falenderoj ty shumë për këtë lidhje direkte, për gjitha këto informacionet që na i sjellë dhe sigurisht do të shihemi vetëm pas pak në një transmetim tjetër special dhe sigurisht edhe